Jemi marrë vesh që të vazhdohet me seancën. Prezent janë 102 deputet, 7 janë 109 gjithsejt. Që mos kërkoj më të larguar. Recep Selimi e ka fjallën. Zotë kryetar, ju lutem, mos lejoni të vazhdohet kjo seancë dhe të miratohet apo të votohet kjo rezolut. Zotë kryetar, duhet jemi të gjithë vetëdijshëm që kjo rezolut është kundër interesave qytetarëve të Kosovës. Kjo rezolut është kundër pavarësisë Kosovës. Mos e lejoni, sot është mëngjesi më i rëndësishëm për Kosovën. Mos e lejoni sepse edhe ju, edhe të gjithë ne do t'i bim pishman dikur, por do t'jetë vonë. Nuk kemi nevojë të shkojmë prapa tradhtis. Do duhet ta ruajmë pavarësinë e Kosovës ashtu siç e keni shpallur. Prandaj kjo rezolut është kundër interesave qytetarëve të Kosovës. Kjo rezolut vetëm interesat e klaneve të Hashim Thaqit i mbron. Nuk mbron interesin e Kosovës, nuk mbron interesin e pavarësisë së Kosovës. Mos e lejoni, zotë kryetar, Jakub Krasniqi, mos e lejo. Mos e lejo. Mos e lejo sepse nesër do të jetë vonë. Sot është mëngjesi më i rëndësishëm për që ato që kanë luftu edhe që kanë punu qytetarët e këtij vendit. Është mëngjesi më i rëndësishëm. Është nyja, është udhkryqi, me Kosovën jashtë Serbisë, me Serbinë brenda Kosovës. Prandaj vendosni për të parën me Kosovën jashtë Serbisë. Nuk na duhet Serbia as në veri, as në Parlamentin e Kosovës. Është në duart e gjithë deputetëve që sot të ndahen në mes turpit dhe në mes detyrës që e kanë si deputet Parlamentit të Republikës Kosovës. Lutë deputetët regjin përgatiten për votim, votojmë tash. Mos votoni, mos votoni, mos votoni. 89 vota për, 5 kundër, 1 abstenim. Miru po ashtë në seancën tjetër.